Nuk është romanca njëjtë si kur ti kur je tu kalu, edhe si kur të martohesh. Se kur të martohesh ki tjera, dhe thonë, tjera gjëra, kurse kur je tu kalu është krejt diçka tjetër. Mirë, po s'do me thonë ajo që bjen romanca totalisht edhe kur të martohesh. Unë jem pak ma romantike, burem së romantik heq, kur të ka diçka... Po, kur kem nej fest ose diçka, ja edhe harron, krejt, apo qysh mëre ke harru, me thonë, kur kemi qenë tu kalu, nështë se ka harru, kurse tash... Tash ka bo për vete. Po dhe, kam rri qëllimin. Palmira? Nuk pe di, ndoshta seriozisht, ndoshta është punat që tash kur martohesh, po besoj që janë obligime pak ma ndryshe, unë të paktën. Kështu jem su ndoshta veç ke dalje, shku një përshim me ta, tash është nën stop 24 orë jem me ta, se jo 24 orë, po të paktën shumicën e ditës e kalon se cilin punë. Edhe ndoshta ato obligimet, nuk është që e zbehin romancën ose dashnin që e ki për një tjetërin, po edhe mund të dikush me qëllu, është pak ma romantik, dikush jo, tash nuk janë këtë njerëzit e njëjtë. Sa i përket romancës, mendimi im është kështu që ai që është mësu me romancë, do me thonë me romancë mësu edhe tu kalu, edhe i fejum, edhe i martum, edhe deri në pleshni romancën e vashtën. Kurse ai që s'është mësu me romancë, do me thonë ati si do këtë gjë interesant, edhe tu kalu, edhe i fejum, edhe i martum, ai thot le, se si du këto adeta në kënej, ose ta bjen një dhurat dvogël që aty, se jo që nuk donë, po nuk është mësu me romancë, apo kupton. Kështu që dikujna i shkon romanca gjithmonë, si thot populli hënë e dënë, dikujna si shkon absolut romanca. Po, kjo ndodhë edhe të gjinia e kundër. Do me thonë edhe të femrat, edhe të meshkujt, jo vetëm të meshkujt, po. Do doja ta cilësojmë romancën do ta vetëm me gjëra materiale, po romancë mund t'jetë një moment... Isha tu vazhdu. Si do qoftë romancët gjithmonë, do me thonë përgjithësi të njerëzimi, janë, si shta Zoja, duke kalu janë romancat më të moja, kuptohet, se është rinia, është koha, është momenti, është dashnia, ndoshta pak më e madhe se e ke ma larg, nuk e ke në shtëpi, apo kupton. Kurse martesa e afron bashkëshortën në shtëpi, krijohet familja, fëmija, këndej, jo që ai nuk i ka humb dashnia. Po pastaj ndahet pak edhe te fëmia, dashnia te familja, po urno. Shëndeti pake. Ja nisi do probleme shëndetësore. Ja nisi më shkru diçka i liri për një të arritur e temë, thash, kusa patetik je bo. Dhe me thonë, as atë pjesë e kum harru, se di, se jemi, nështë edhe atë pjesën e romancës, kur e ka pas në karshim e, në qofë se nuk unalë, përshë më thonë, të dua, e kështu, ani dhe dupë se qa ka. E ka pas shumë, e ka ndru edhe qasin. Edhe qasin e ka ndru të pjesës. Shqiptarin përgjithsi kjo i mungon, jo vetëm bashkëshortit të ndoshta, po edhe shqiptarin përgjithsi i mungon se disa ende e mojnë atë burgërinë, si që kanë qenë ma herët, apo kupton, ndoshta do nej shumë, po është problem mosli më shpreja ashtu, apo kupton. E me qenë këto shtete tjera, italiane, këto në gjithë sekund i kanë ato të dua, ndekë si gjona, po malet e kanë. Edhe kur është lidhja sekrete, është ma romantike, kur e ki diçka sekret. Po çdo sen sekret është ma romantike, jo veç dashnia, çdo sen. Cigarë kur shëfin, është ma romantike. Edhe ata duan pirsit e shijojnë më mirë, po se sa